Është e turpshme për shtetin dhe për policinë e shtetit që edhe sot në vitin 2026, drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale të Shqipërisë është Neritan Albati, i pagzuar me nofkëndaja nga grupet kriminale të Elbasanit, përveç faktit që në nëntor 2003 u përjashtua nga policia për favorizime të grupeve kriminale dhe subjekteve private me aktivitete të paligjshme në Vlorë e Elbasan. Emri i Neritan Albatit ka dalë edhe në dosjet Sky ECS përsëri për lidhje me krimin. Por përveç këtyre fakteve që ligjërisht ndalojnë pranimin dhe mbajtjen në strukturat e policisë, Neritan Albati ka bërë karrierë me grada e postet të larta pa kryer shkollim policor. Referuar dokumenteve të arsimimit që pamfleti i ka marrë nga dosja e tij personale në drejtorinë e policisë së shtetit, rezulton se Neritan Albati në vitet 89-91 ka kryer studime 2 vjeçare për mësues i ciklit të ulët fillore në ish Institutin Pedagogjik të Elbasanit. Në periudhën 1 tetor 91, 28 shkurt 92, pasi punoi një muaj mësues, Neritan Albati kreu kursin 5 mujor për policë me pagë nga shteti, kurs të cilin e ka deklaruar si studime në Akademinë e Policisë. Më 1 mars 93, brenda një dite pas përfundimit të kursit 5 mujor për policë, Neritan Albati u emërua specialist në drejtorinë e policisë Tiranë, ku qëndroi deri më 31 dhjetor 99, kur u emërua në Ministrinë e Brendshme dhe qëndroi deri më 1 shkurt 2001, me pozita të forta në Ministrinë e Brendshme dhe lidhjet që kishte krijuar me botën e krimit. Neritan Albati shprehu dëshirën për të shërbyer në drejtorinë e policisë Elbasan dhe e çuan atje më 2 shkurt 2002 deri më 21 prill 2002, kur i aktivizoi fuqinë dhe mbrojti grupet e krimit. Pastaj filloi të bashkëpunonte hapur me krimin. Më 22 prill 2002, Neritan Albati u transferua drejtor policie në Vlorë, ku veproi si shef i trafikantëve deri më 21 korrik 2003, kur me lobim të bandave të Elbasanit në kupolën e PS-së dhe qeverisë u rikthye drejtor policie në Elbasan. Atje qëndroi deri më 21 nëntor 2003, ku me presion nga Europol dhe SBA, vetë pushtetarët e PS-së e përjashtuan përgjithmonë nga policia e shtetit për lidhje me botën e krimit, por u punësua formalisht në bizneset e trafikantëve dhe ndërtuesve që kishte favorizuar. Më 9 tetor 2013, pas 10 vitesh përjashtim, Neritan Albati u rikthye në polici, përsëri direkt në postin drejtori i qarkut Elbasan, kur i aktivizoi bashkëpunimin me bandat kriminale, deri në mesin e vitit 2015, kur u transferua drejtor policie në Fier, ku krijoi lidhjet me bandat e krimit. Gjatë periudhës 31 maj 2017, 21 korrik 2019, ishte në kabinetin e drejtorit të policisë së shtetit, ndërsa më pas drejtor policie në Berat e Durrës dhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Prej datës 1 gusht 2022, mësuesi Neritan Albati me kurs 5 mujor për policë është drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale të Shqipërisë, megjithse ka dalë edhe në dosjen Sky ECS, me shumë prova për përfshirje në veprimtari kriminale, me styre informacionet e dhëna kriminalëve, trafiku i drogës në portin e Durrësit dhe rrjeti call center. Në raportin e vettingut, Neritan Albati nuk ka deklaruar 10 vitet e përjashtimit nga policia, por këtë fakt nuk ja kanë pasqyruar në raportin e vettingut as Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar, as Drejtoria e Policisë së Shtetit, as Ministria e Brendshme dhe as Agjencia e Mbikëqyrjes Policore që i ka bërë vettingun.